tek shkolla Kennedy në Harvard për qeverisje, ishte një diskutim I qartë. Folet shumë për OKB-n, më kujtohet se kur keni qenë ambasador në OKB, ju ishit I fortë kundër OKB-s. A ja vlen që të tërhiqesh nga OKB-ja sot? Ju e dini kur Jean Kirkpatrick ju drejtua me atë pyetje, ajo ndaloi pak dhe tha, jo, nuk ja vlen mundi. E kjo mendoj se përmbledh gjithçka. Unë nuk kam ndryshuar as pak pikpamjet e mia, përsa I përket sa jo efektiv janë organet kryesore të vendimmarrjes politike në OKB. Unë thjesht mendoj se duhet kuptosh ku janë interesat e Amerikës në disa nga agjencitë e specializuara. Zgjidhja ime për problemin e OKB-s është të bëhen të gjitha kontributet nga të gjitha qeveritë anëtare, tërësisht vullnetare. Në vend të asaj, që ata I quajnë kontributet përcaktuara, ku normalisht SBA paguan 22% të kostës së çdo agjencie të OKB-s. Pa marrë parasysh çfarë është buxheti, ne paguajmë 22% të tij dhe kjo është si një taksë ndërkombëtare mbi Amerikën. Ne nuk marrim mbrapsht vlerë për paratë që hedhim. Pra, ne duhet vendosim dhe të gjithë të tjerët duhet kenë të njëjtin të drejtë. Ne do të paguajmë atë që mendojmë se ja vlen për antarësimin në organizata të ndryshme. A mendon se Trump kishte drejt në atë fjalim? Se unë mendoj se shumë nga të që tha ishin drejta. Unë do të pajtohesha më shumë nga pjesa tjetër e tij. Gjatë fjalimit pothuajse nuk kuptoja. Nuk isha I sigurt saktësisht për çfarë pikash po fliste. Dhe nuk mendoj se I ndihmoja këtij ose vendit ndërkombëtarisht, sepse mendoj se duke sikur nuk e dinte mirë ku ishte ose për çfarë po fliste. E të jashtmet, duket sikur Partia Republikane është plotësisht nën Trump. Ambasadora, mendon se partia e Reagan dhe Bush do të vjetojë? Po, unë definitivisht mendoj kështu. Dua të them, mendoj se Trump mund të kontrollojë agjendën republikane në këtë moment si president. Kjo është mjaft tipike, qoftë një republikan apo demokrat në Shtëpinë e Bardhë. Por nuk mendoj se kjo do të thotë që Trump ka ndryshuar në mënyrë themelore Partinë Republikane. Mendoj se ka shumë rezistencë ndaj shumë gjërave prej tij që ai bën. Por politika është në mënyrë që të jetë shumë e vështirë për anëtarët republikan në Kongres të ngrihen dhe ta kritikojnë. Ai ka qenë jashtëzakonisht me fat sepse Partia Demokrate është kaq e paaftë. Shumë njerëz po pyesin me të vërtetë pyetjen a do të mbijetojë Partia Demokrate, sepse vetëm energji dhe entuziazmi I tyre vjen nga krahu ekstrem I madh I Partisë Demokrate. Dhe mendoj se ky do të dëmtojë kjo shumë Amerikën. Unë mendoj se është një gabim tjetër. Por unë parashikova gjithçka, fatkeqësisht fillim të vitit 24, në librin tim për media, unë thash se mendoja se nëse Trump do të rizgjidhej, ai do të sillte një president të hakmarrjes. Dhe kjo është ajo që ka bërë. Nuk është vetëm në trajtimin e Departamentit Drejtësisë, por edhe mënyra se si ai sillet me kryetarët e qyteteve, guvernatorët, me pyetjen e prerjes fondeve qeveritare për programe të ndryshme. Kjo është si thënia e një diktatori latinoamerikan, diku rreth mënyrës se si qeveria ti funksiononte. Ai tha, për miqtë e mi, gjithçka, për armiq, ligji. Dhe kjo duket sikur është administrata Trump. Pse po e bën atë? Duke shkuar kundër armiqve të tij politik, vetëm për të zhvendosur agjendën e dosjes Epstein, apo thjesht I pëlqen shumë të vendos njerëzit kundërshtar në burg? Mendimi im është se kjo padyshim është pjesërisht për të shpërqendruar vëmendjen nga dosja Epstein. Kjo është një arsye pse dhoma e Kongresit nuk është kthyer së fundmi nga pushimet, sepse nëse e bëjnë, një anëtar I ri I zgjedhur në një zgjedhje të pjesme, një javë më parë, do të vetojë dhe ky do të jetë votimi I shumicës për ta zhbllokuar dosjen Epstein. Nuk mendoj vërtet se Trump ka një filozofi. Nuk mendoj se ai madje bën politik në mënyrën se si ne normalisht kuptojmë këtë fjalë. Mendoj se ai shikon gjithçka përmes prizmit të marrëdhënieve personale dhe kjo shpjegon shumë rreth përpjekjeve për hakmarrje.
Nuk mendoj se ai e ka lexuar librin tuaj, por mendoj se ai nuk dëshironte që libri juaj të publikohej para zgjedhjes. E mendoj tani se si ai u përpoq të ndalonte votimin. Ai shkoi në gjykat për këtë. Ai humbi dhe tha që ka shumë informacion të klasifikuar në libër, por pastaj tha që nëse dëshiron, mund ta publikosh librin pas zgjedhjes, por jo para zgjedhjes. Kështu që kjo tregon gjithçka. Ambasadora, mund të më shpjegosh diçka? Departamenti Amerikan i Shtetit tha se po vendosin një pezullim për firmosjen e partneritetit strategjik me Kosovë. Ç'do thotë kjo? Unë nuk jam i sigurt nëse ata vetë e dinë domosdoshmërisht se çfarë do të thotë kjo. Mendoj që mungesa e vëmendjes ndaj Ballkanit ose ndaj shumë zonave të tjera të botës po bëhet gjithnjë më dukshme. Me sekretarin e shtetit, që është gjithashtu këshilltar i sigurisë kombëtare, dhe me stafin e Këshillit të Sigurisë Kombëtare të reduktuar ndjeshëm, thjesht nuk ka koordinim nëpërmjet departamenteve dhe agjencive të ndryshme që merren me sigurinë kombëtare në Shtëpinë e Bardhë. Pra gjërat ndodhin dhe askush nuk e ka të qartë nëse ky është një vendim presidencial, vendimi i departamentit të shtetit, apo i ndonjë burokrati në departamentin e shtetit ose në departamentin e mbrojtjes. Kjo ka filluar të shkaktojë probleme të mëdha. Mendoj se fatkeqësisht do të shkaktojë më shumë probleme me kalimin e kohës. A e mendoni tani për shkëmbimin e trojeve diku në Kosovë dhe Serbi? Kohët e fundit po thonë se ishte Merkel ajo që e ndali. Unë nuk dua ta besoj. Mirë, unë mund të them se të paktën ndërsa unë isha atje në administrat, nuk ishte Amerika ajo që e ndali shkëmbimin e trojeve. Mendimi im ishte se sigurisht që të dyja palët duhet të ishin dhe të dilnin të kënaqura me marrëveshjen. Askush nuk do të detyronte diçka mbi ata nga jashtë që nuk ishin të përgatitur të pranonin. Tani shumë njerëz në Ballkan dhe shumë njerëz në Europën Perëndimore thanë që nuk mund të kemi shkëmbime të trojës, sepse kjo do të thotë e gjithë historia e Ballkanit pas shpërbërjes së Jugosllavisë mund të ndryshojë dhe mund të ketë zhvendosje kufij çdo. Përgjigjja ime ndaj kësaj ishte se po flisnim vetëm për një rast kur të dy palët duhet bien dakord. Kjo nuk legjitimon asnjë shkëmbim trojesh tjetër kudo në kontinentin e Europës, përveç se nëse palët e përfshira bien dakord. Ambasador, personalisht mua më pëlqen që Amerika të jetë e përfshirë, jo Macron, jo Merkel në Ballkan, sepse me ata nuk fitojmë asgjë. Nuk e di a e pe diçka në Kopenhagen, kryeministri shqiptar tallej me presidentin Trump rreth paqes midis Azerbajxhanit dhe Shqipërisë dhe Macron qeshte shumë. Nuk e di a e pe, si reagon truri Trump nëse shikon diçka të tillë. Ai nuk pëlqen që ta tallë, por kjo është çfarë ndodh kur ti di aq pak sa Trump. Ai nuk mund ta kuptoj sakt, ishte Armenia dhe Azerbajxhani dhe Kaukazi, luftën e të cilëve e ndaloi, apo lufta ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Një tjetër luftë që e ndaloi për të cilën askush nuk e di se po zhvillohej. Por gjithçka zhduket. Ai dëshiron çmimin Nobel për paqe. E dini se norvegjezët do të shpallën çmimin premten. Mendoj se ai është pak nervoz. Mendon se nuk do ta marrë çmimin. Thjesht po ju them dëgjuesve tuaj, a i dini rregullat për çmimin Nobel për paqe, të cilat janë në faqen e tyre të internetit. Thuhet se duhet të jesh nominuar për çmimin jo më vonë se 31 janar i vitit në të cilin dëshiron të marrësh. Kjo do të thotë se Trump ishte vetëm president për 11 ditë, kur afati përfundimtar u përmbush. Pra, ai nuk do ta marrë gjithsesi. Në funeralin e Charles Kirk ai tha që unë nuk i fal kundërshtarët e mi. I urrej kundërshtarët e mi. E dini? Por problemi është se ai shikon vetëm Fox News. Nuk mendoj se ai e pa talljen nga Rama. Nuk jam i sigurt për këtë. Por mendoj se Trump do të ishte më i irrituar ndaj Macron se sa ndonjë gjë tjetër. Macron ka vështirësitë e veta në Francë, se mund ta shohim, ai sapo pati qeverinë e tij të fundit vetëm për 12 orë. Ai ka nevojë të merret me çështjet e tij në Francë. Se ajo që Trump po përpiqet vërtet që të bëjë është të tërhiqet nga përfshirja e tij në Ukrainë. Ai tha gjatë fushatës se do të bënte paqe midis Rusisë dhe Ukrainës brenda 24 orësh. Askush nuk e besoi. Por tani kanë kaluar mbi 8 muaj, nuk ka patur asnjë sukses. Pra mendoj se ajo që ai po thotë vërtet është fat të mbar,
për të dyja palët. Unë do të shkoj të bëj diçka tjetër. Tani ai tha disa gjëra që ishin dobishme në lidhje me ndihmën ushtarake të vazhdueshme. Dofta ndihmë ushtarake shtesë përmes anëtarëve të NATO-s për Ukrainën. Shpresoj që të vazhdoj. Mendoj se mund të jetë kritike për Ukrainën që mund të ruajë pozicionet, ose ndoshta edhe të arrijë në pikë ku mund të fillojnë të shtynin rusët përsëri. Ambasador, a mendon se de facto sekretari i shtetit është Witkoff dhe jo Rubio? Çfarë mendon për Dick Grenell? A është ai përfshirë në Well, I think a lot of people are trying to get Trump's attention. There is word that Witkoff will be leaving his informal role at the end of this year. Unë do të shkoj të bëj diçka tjetër. Tani ai tha disa gjëra që ishin dobishme në lidhje me ndihmën ushtarake të vazhdueshme. Dofta ndihmë ushtarake shtesë përmes anëtarëve tipin e Gazës, që po ndodhin tani. Witkoff është i shoqëruar nga Jared Kushner, kështu që ndoshta Jared do të kthehet në administrat pas largimit të Witkoff. Kush e di? A është një shenjë e mirë apo e keqe? Unë mendoj se është e keqe. Më kuptoni, mendoj se problemi shumë amerikan. Duket se Witkoff dhe i biri Trump po bëjnë biznes, ndërsa Witkoff është në rajon. Familja Trump po bën shumë biznes në rajon. Të gjitha këto duke kryer supozuar politikat e qeverisë amerikane. Dhe dallimi midis aktivitetit tyre privat dhe aktivitetit publik është shuar. Kjo nuk është gjë e mirë. A mendon ambasador se njerëzit e tij, Kash Patel, prokurorja Bondi, do të vuajnë më pas nga administrata tjetër të njëjtën gjë që vë bën juve, kamit e FBI të tjerë? Po, ata mund ta përjetojnë dhe mendoj se ky është një problem i vërtet për shoqërinë civile në Amerikë. Tani Trump gjithashtu mund të dalë pas tre, duke i falur të gjithëve gjithashtu. Mendoj se kjo është pothuajse po aq e keqe sepse krijon një cikël që duhet thyet. Nuk ka justifikim për politizimin e departamentit drejtësisë. Nëse mendojnë se Biden i bëri kështu, atëherë duhet korrigjuar. Duhet të nënkuptoj diçka tjetër, përveç se të bësh politizim më të keq. Ambasador e fundit, e di që je zë. Kisha shumë pyetje telefone duke më thënë, a ka frikë miku juaj Bolton? Jo, i thash, ai mbetet burr. Është ikona e partisë Reaganit, e partisë Bushit. E drejt. Do ta kalojmë dhe këtë. Do doja të mund të flis jam shumë, por nuk flas për çështjen. Unë nuk jam i fiksuar.